Salim, ti duhet jesh i fundit që të vish këtu në këtë kuvend dhe në atë foltore edhe të flasësh për atë protest. Më gjej një vend në botë, Sali, ku protestohet kundër qeverisë, por edhe kundër opozitës dhe liderit të saj. Një vend më gjej, Sali, një vend. Ajo foltore nuk është tribun politike dhe as podium për zakonin tënd të vjetër, Sali. Dezinformimin. Më shiko në sy, Sali, më shiko. Si që dezinformove shqiptarët pak minuta më përpar për reformën territoriale, ashtu i dezinformove edhe për shtëpinë time. Ndryshe nga ty, Sali, unë nuk kam privatizuar asnjë pllëm toke shqiptarve, por kam lidhur një kontratë për prenotim apartamenti i cili nuk ka nisur, Sali, por ti di vetëm të dezinformosh dhe ndryshe nga sa që e ke transmetuar ti në ato mediat e tua ku pastron parat e pisa, ndryshe me sipërfaqe e ndryshe me çmim, Sali. Ky je ti, vetëm një gjë di të bësh, të dezinformosh. Faleminderit. E vërteta është krejt tjetër. Zoti Boçi, i cili do të flasë, ka bërë përpjekjet më maksimale, direkt me maznikun apo pengun, por edhe me përfaqësues të tjerë të cilët janë të angazhuar të mbështesin këtë proces. E vërteta është se pat një ujdi midis tyre për të zgjatur afatin e komisionit. Sikundër, kushti për të marrë ekspertizën e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Këshillit të Europës është për ne i pa negociueshëm dhe është rënë dakord që në fillim. Pra, ishte Edi Rama i cili urdhëroi pengun e tij të veproj krejtësisht në mënyrë të njëanshme. Projekti i diskutuar nga ju shkurton edhe 20 të pakten 20 bashki të tjera të shpërndara në të gjithë vendin, e them dhe një herë, nga Kruja, Fusharsi, Mirdita, Gjerë në Konispol, Delvin, Finiq dhe tjerë. Dhe me qenë se dikush citoj këtu Delvinën dhe kryetarin e saj, ju themun ju se Dhurim Alimani ishte një nga qeveritarët vendor që kishte Shqipëria. Ndaj dhe ata që përdorin emra duhet të maten mirë kur përmendin emrin e një qeveritari vendor shembullor siç ishte i ndjeri Dhurim Alimani. Kaq. Zoti Bido, replik. Ju referua zoti Berisha? Ju referua, po. Ju referua fjalës së zotit Bido, ju lutem. Doktor, për dhe përmendi mua që ju referova Bashkisë së Delvinës. Ju lutem ta dëgjojmë kolegun. Ta dëgjojmë kolegun, ju lutem. Doktor, e vërteta është që të paktën kur flitet për Delvinjote dhe për Sarandiote dhe për Konispolat, unë asnjëherë nuk kam fjalë të këqija për të thënë, qoftë për të ndjerin Dhurim Alinani, i cili i përkiste Partisë Demokratike, por që ka qenë një kryetar Bashkie i Delvinës, i nderuar dhe i respektuar. Dhurim Alinani ka qenë 2 kryetar Bashkie dhe është zgjedhur me votat e Delvinjotëve, kështu që s'ka si t'i vidhen votat.
Prandaj këto lloj përçarjeje besoj se janë të paventa. I thash pak më parë një kolege e këtu në lidhje me reformën territoriale të kaluar. Në fakt ata hartë kishit bërë ju, dhe ata hartë kishit të fshehur që fatmirësisht nuk e shfaqët kur edhe nuk u bë kur pjesë e debatit publik, sepse Partia Socialiste patjetër do ta i the poshtë. Një hartë në të cilën Delvina zgjerohej në ato për masa sa që asnjë delvinjoz do të zgjidhej dot kryetar, që minoriteti do të kishte dot kryetar, e që Konispol do të kishte kryetar minoritar. Këto lloj hartash përçarse nuk janë sot pjesë e debatit, fal Partisë Socialiste. Nuk kanë qenë as 10 vite më parë dhe as sot. Thatë për të dytë një gënjeshtër. Ju po gënjeni Konispoli, Bashkia e Mbetur e Çamërisë, Delvina, një territor me traditë edhe me histori, Finiqi, një përfaqësim i denjëtetshëm i minoritetit, nuk preken në reformën territoriale. Faleminderit, zonja Zegjine Çaushi. Replik. Për çfarë replik? Nuk ju referua fjalës suaj, zonja Zhupa, ju referua fjalës zot Berisha. Për çfarë e keni fjalën? Lutem, s'ka nevojë për ndërhyrje, s'ka nevojë as për 2 minuta replik zonja Zhupa, meqense ju pas ka përmendur. S'ka nevojë për avokat mbrojtës zonja Zhupa, ju lutem. Vazhdon gënjen. Gënjen dhe vetëm gënjen. Partia Demokratike kur nuk ka pasur një plan të fshet, kur nuk ka pasur plan për shkrije në një bashkie, kur nuk ka pasur plan që t'i heqi identitetin e vetë Delvinës. Përkundrazi, ne të vetëmin plan që kemi konsultuar në digjesa publike ka qenë kërkesa e qytetarëve për të shtuar më shumë bashki në qarkun e Vlorës. Ka qenë kërkesa e qytetarëve për të bërë bashki edhe Ksamilin. Kjo ka qenë kërkesa e qytetarëve. Kurse Orikumi në Voselën ka qenë kërkesa të qytetarëve, po mora vetëm zonën atje. Kjo ka qenë kërkesa e qytetarëve dhe pa tjetër Partia Demokratike ka mbështetur. Se ne kur kemi dalë në digjesa, nuk kemi dalë në digjesa që ata thonë qa duam dhe ne të bëjmë qa duam, si që bëni ju. Ne dolëm digjesa dhe kemi reflektuar dhe drafti jonë është reflektim i asaj që kanë kërkuar qytetarët. Dhe ti nuk do të gjesh një qytetar në një digjes që të thotë të shkrijen ty si bashki. Dhe kur del Mazniku dhe flet do të shkrijen disa bashki, kush janë? Se thoni kjo jo, po kush janë për ato 10 që do të shkrijen? Del zonja tjetër antare e komisionit, thot nuk ka rëndësi emra, thot rëndësi ka që do fshihen disa. Po këtu jemi duke folur për identitete, jemi duke folur për qytete, jemi duke të folur për banor që ka nevojë për shërbime. Ju flisni, mos flasim për emra. Po qatë flasim ne këtu, po s'folëm për emra. Me qënë se jeni deputet që përfaqësoni ato krajina, flisni me Mazdiku se ndoshta se dini dhe ju. Ndoshta nuk e dini dhe ju, ose e dini dhe bëni ato që dini të bëni më mirë, gënjeni se nuk e keni për problem që herën tjetër toni bëm shaka dhe gënyem. Nuk e keni për problem që herën tjetër të votoni si që au kërkon partia, se këshu tani dhe do ishen 10, dhe kjo jo, dhe ajo jo, po dini pra bëjeni publik draftin dhe ta diskutojnë. Kjo është e vërteta. Që ju... Faleminderit, zoti Gjekmarka, i replik. Faleminderit. S'ka mundësi të jap më kohë shtesë, sepse kaloi 2 orë dhe është jashtë gjitha. Faleminderit zoti kryetar, zoti Balla na ftoi këtu që të besojmë dhe mos merrem me kashëtheme në një kohë që gjithë historia e proceseve, këto 14 vite është një histori pa besie në raport me institucionet, histori pa besie në raport me shoqërinë dhe sigurisht histori pa besie në raport me opozitën. Kthehemi një herë tek reforma territoriale, kashëthemi lind atëherë kur ka errësirë, kur nuk ka transparencë. Unë nuk e mora a priori, thash që është një shqetësim i përfolur nga media të rëndësishme dhe i bera me dije kësaj sallë, jo se nuk e din, thjesht ja kujtova çfarë përfaqëson Mirdita në historinë e Shqipërisë dhe pse ky do të ishte një provokim i madh historik, bashkohor, social, politik e çfarë emri mund t'i vëmë. E dyta, reforma territoriale në Shqipëri, mënyra si është bërë në 2015, si tenton të bëhet tani,
do të lejë jashtë përfaqësimin paktën 700.000 shqiptarë që votojnë kundra. 700.000 shqiptarë që votojnë kundra i bie që ju doni të bllokoni Shqipërinë. Ata janë pa përfaqësim në pushtet lokal, pa përfaqësim pushtet qendror, pa përfaqësim, ju keni kapur presidentin e Republikës, keni kapur avokatin e popullit, keni kapur çdo bord duke zhdukur çdo gjurmë pluralizmi në Shqipëri. Atëherë është e natyrshme që Shqipëria diku do shpërthej në protestë dhe sigurisht që një ditë ju do të ndiheni me faj për këtë që po i bëni në Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit, zonja Zegjine Çavushi.